Në Shqipëri OSBE-ja dhe Komisioni Evropian po nxisin krijimin e një organi vetrregullues të medias, pasi media shqiptare përballet sipas tyre me sfida të mëdha në fushën e respektimit të etikës. Siç njofton nga Gjirokastra korrespondenti ynë Raimond Kola, projekti mbështetet nga komunitetet lokale të gazetarëve. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë dhe Komisioni Evropian po përpiqen të ndërgjegjësojnë gazetarët në Shqipëri për nevojën e krijimit të një mekanizmi vetrregullues në media. Krijimi i një këshilli për shtypin mbi bazë të modelit të mjaft vendeve perëndimore do të ishte një mekanizëm efikas vetrregullues. Iniciativa vjen në një kohë kur media shqiptare përballet me debate të shpeshta për ruajtjen e parimeve etike të gazetarisë. Megjithëse organizatat e gazetarëve kanë miratuar disa vite më parë në Shqipëri kodin e etikës duke synuar rritjen e besueshmërisë së medias tek publiku, her pas here vjen re debate të ashpra për çështjet etike në medje dhe shkelje të kodit. Adelin Hurli, zyrës për lirinë e medias në Vjen, thotë se iniciativa për një mekanizëm vetrregullues është e rëndësishme edhe për median shqiptare. Trying to make them understand what are the merits of media self-regulation for their daily work and also for improving media freedom in Albania. Përpiqemi t'i bëjmë mediat shqiptare të kuptojnë se cilat janë meritat e vetrregullimit të marrëdhënieve në media për punën e përditshme dhe gjithashtu për të përmirësuar lirinë e shtypjes në Shqipëri, duke u përpjekur për ta shpjeguar vetrregullimin me praktika konkrete, thotë zonja Hulin. Sipas saj, komunitetet lokale të gazetarëve po informohen për këto modele që ekzistojnë në Bashkimin Evropian si mekanizma vetrregullues të medias dhe po nxiten të diskutojnë mbi çështjet etike. E pyetur se sa optimiste ishte për suksesin e kësaj iniciative, zonja Hulin u përgjigj. Well, I'd like to be optimistic now. I'm not the specialist of Albanian media. I'm just here to raise awareness, as I said, so it's very difficult for me to say how it will end it, but I really hope very much for Albanian media professionals. Përqejt jam optimiste, megjithëse nuk jam specialiste e medias në Shqipëri. Jam në Shqipëri për të rritur ndërgjegjësimin, do të jetë shumë e vështirë të them që tani se si do të përfundoj ky proces, por jam optimiste për median shqiptare, thotë zonja Hulin. Ndërsa Thomanika, që punon si gazetar në Saran, thotë se komunitetet e gazetarëve e përkrahin këtë iniciativë. Gazetarët, thotë ai, kanë nevojë për një mekanizëm të tillë për të përmirësuar cilësinë e gazetarisë në Shqipëri. Doj mos që ka brenda shqetësimin që një forum i tillë të mos i mungojë më Shqipërisë, sikurse e pam edhe në hartën e paraqitur në trajnim që Shqipëria ishte një nga vendet që ngjyra e të cilës tregonte që ende mungon një organizëm i tillë i nevojshëm për të bërë vetëdyqësinë gazetaria, do thoshja. Pra, është një hap që duhet hedhur dhe koha e kërkon, gazetarët, mendoj, gjithë komuniteti gazetarëve duhet jetë miratues për këtë. Komuniteti gazetarëve në Shqipëri vazhdon të përballet me vështirësi jo vetëm të profesionit, por me nivele të larta të mungesës së kontratave të punës, mungesës së pagës së sigurimeve dhe çështje të tjera. Për Zërin e Amerikës, nga Gjirokastra, Raimond Kola.